Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ritakohemi sot në këtë të hënë të datës 29 dhjetor 2025. Jemi në fund të vitit, por kjo nuk do të thotë që s'duhet me u pa. Apo jo, koleg? Patjetër. Megjithëse sot ndjehemi si ata prindër që i kanë çuar kalamajt student. Përgjithësia është e gjitha jotja. Jo, unë jam i lutur me të drejtën. Nuk e kemi Fabin, e cila ka filluar një emigracion të shpejtë. 3 deri 4 ditor në Londër, por ama të mërkurën, ditën e vitit 3, do ta kemi. Këtu do ta kemi, është e sigurt. Por Fabi ti mendon që ka qarë atje kur ka shkuar? Kam përshtypjen që në mos ka qarë, ka prerë gosht me femine, sepse kur është ftohtë shumë. Se ftohtë në Angli, ka rabore? Shumë. Po në Shqipëri? Jo. Okej. Megjithatë do flasim pak më vonë për të borën, shiun dhe çdo gjë ka të bëjë me motin. Pak më vonë. Kishim Krishtlindjet, kemi pas shkëmbimin e dhuratave. Fundjavë festive, me thënë drejtin, ndjehen trafik. Krishtlindjet ishin mesjavë, megjithatë fundjavë festive vazhdon. Ndjehen në trafik. Pse? Pse? Sepse kishte çuar njëri makinën për të rregulluar 200 metra larg shtëpisë. Dhe i thaj shoku, hajde më merr me makinë, më ço atje. Unë do marrë makinën time, ti vjen vetëm. Dhe ke parasysh. E marrëvesh. Jo, është me trafik. Për shembull, dje duhet shkoja në orarën e drekës, duhet shkoja në Fark. Duhet merja diçka, domethënë. Arita. Edhe? Në darkë. Sepse për të marrë rrugën, sidomos të rreth rrotullimi i Tegut, që të shkosh drejt Surelit, Farkës e tjetja. Në darkë? Në darkë, Arita. E kanë tabelin nga bim. Ta heqim fënta, darkë, jo farkë. Po. Po, ishte mirë, kaluam, u njohëm në trafik me shumë njerëz. E njerëz të mirë. Përveç se janë njerëz të mirë, ka ca që janë edhe me kuotë inteligjencë shumë të lartë. Mirë. Ata birat e kumbullës. Jo, ata që mendojnë se kanë më shumë punë se ty. Po, pra. Ata që ti je duke pritur, por ai do të futet para teje. Po të kishim shtetë, kolegë, qa do i punoshim, po të kishim shtetë, qa do i bëshim këtyre? Ne kemi super shtetë. Në vështërsi, është tuk. Po shtetë që mbahet. Shtetë do ketë edhe në Kosovë. Kosova, po. Në të ardhme e afërt. Jurojmë Albinit. E bën do të qeverin vetëm? Në mos vetëm, do ta 2-3 veta tash, do t'i ndolë, marim 2-3 veta. E kuptova. Bëjmë një deal. E marrëvesh. Si u bëm shumë burë. Megjithatë, koleg, Kosova ka një gjë shumë të mirë, që nuk e ka Shqipëria, që për 4 orë aty dalin rezultatet. Këtu te ne për 4 orë pije kafet e para. Do mbarojmë kutit 4 orë, do pim kafe, do qetësohemi. Pastaj nisim do atje dalin aq shpejt rezultatet se edhe Batona Xhiu nuk ka kohë ti komentoj. Sa ta marri fjalim Batoni ka dalë rezultatet. E morëvesh në Kinë ishte një mauzoleum apo le të themi një lloj vendi i shenjtë, ku vendosnin statuja të njerëzve të urryer prej bronzi dhe kinezët tonë me atlete, nuk e di. Vendi i parë në botë. Çfarë lidhje kishte me Batonin? Do të s'ka lidhje, po ne mund të vazhdojmë në lirshëm. Mora vesh. Me qira fjala, ti ke marrë në një dhuratë në një gjë? Koleg, unë mund të ke marrë potencialisht në një dhuratë, por nuk është se unë i hap dhuratat, sepse unë kam frikë nga befasia. Pse? Nuk i du surprizat. Dua që të planifikoj çdo gjë. Unë e lash në shtëpi, marr një orë shumë bukur. Sa mirë. Fino alla fine. Juventus, po. Do ta mbash, po ti s'ban asgjë. S'mbaj arova, po do ta vën nesër. Do ta vën nesër se s'bën. Fino alla fine. Po. Orë që ngel. Po, ka marrë filxhan për pi kafe. Shkruaj Juventus. Po. Ka marrë një kështu moka, që bën kafe. Ke parasysh kur vjen ai momenti i vlimit, këndrohet nga Juve, Storia di un grande amor. Po. Si sekt jeni, si jeni. Po. Megjithatë s'ka problem, do jenë gjithë milanistë. E kuptoj. Milani po ka sukses me njerëz të Juves. Patjetër. Urdo? Allegri, Rabiot. O Kalulu, ne ju japim brojtën që i bëni sulmus. Dhe të shojmë kur majmë burat të dhurata. Kjo është arsye, kjo është motivi, koleg, që unë nuk marrë dhurata, se dhe unë si këta jam, nxitohem. Mu prish televizori para një muaj. E thash, po marrë një nga dhoma, ta zbres poshtë. Po. E zbritet copat, e i mblodhe me kaci.
Qartë. Si puna atit, ke parasysh apo. Paga shumë. Por, ama, duhet eci biznesi, blem televizor 3, që ato bëndë. Zakonisht edhe në fund viti është bërë si në verë të pyesin ku i kalove për shembull Krishtlindja ose ku do ikësh për vitri dhe nuk pyesin që të ta mësojnë, pyesin që të thonë se ku do shkoj. Kjo është tipike. Ti ku do ikësh? Se unë kam ndërmend po. Megjithatë, pushimet e fund vitit janë shumë të nevojshme. Për ata që nuk punojnë. Nuk e dija që ekzistonte një vegël e tillë domun. Ti kërkoh, hap kërçat të duash, ka dhe një vegël që mirë mban atë vegël. Është në tëmu kjo? Fal. Patjetër. Është? Është e mute ty, të duash. Po. Domethënë mund ta blejmë këtë. Po bleve 2, ke edhe një frigorifer kështu dhuratë. Kuptove. Mirë shumë, domethënë mirë shumë. Përshëndesim në radhë parë, jo vetëm ata birat e kundës që të kalojnë në makinë, në trafik, por edhe syrtykët që festojnë, vazhdojnë festojnë me kapsolla, fishek zjarre, gjëra në. Për fat keq, ata do vazhdojnë të festojnë çdo vit. Po mirë, a nuk janë të ndaluara me ligj o ma ligj? Janë, por i gjejnë. Nuk e di se si, domethënë. Ti do thush nuk ka shtet. Ka shtet. Ka shtet, por për momentin ka ca hallet vogla, por shtet ka, domethënë. Dhe duhen fishek zjarre, nuk kemi çfarë të bëjmë. Kur kam qenë fqinj me Ermalin, mamaqin, bënim garën e fishek zjarreve në orën 12 natës. Për pak e shpëtuar nga pirateria, kolegë. Do më vjen emision kështu. Jo, fitoj Ermali, se në atë kohë ishte motivus i fishek zjarreve, jo motivus i njerëzve. Mori artillerinë e lehtë, jo të rëndë, 2 topa, bazuka, 16 mm, edhe kështu më the thashtën. Megjithatë, le të shohim kur s'ka fishek zjarre. Kur s'ke, çfarë zhurmë do bësh? Nuk e di, po për lek shqiptare le gjelin e detit dhe fishek zjarrin e merr. Pas ka lek për me ble fishek zjarre. Sa kushton fishek zjarre? Sa kushton? 10.000 lek vjetra. Ose 2 gishta. Nesa, ajo quhet pas të kosto oportune. Kolegë, unë mendoj që arsye vërtet pse Fabi është në Londër tashmë në emigracion, je ti. Domethënë, ajo quhet bullizëm, ajo që kemi koleg, po kemi qenë 3 shokë. Maskilizëm, koleg, maskilizëm. Unë nuk e di se çfarë mund të quhet domethënë. Mizogjinizëm quhet ajo që ke bërë ti. Këtë pjesë edhe mund ta tej kaloj. E lëm këtë pjesë, por nuk varet nga ne, varet nga regjia. Varet nga regjia. Kësaj mund t'japim këshilla. Jo. Nëse nuk të vjen pak nga vetja, do të bësh një autokritik. Ka ik Fabi. Të shohim se iku. Ka ik Fabi nga emisioni, prej teje. Akoma se kam kuptu. Unë e lash të qeshur. Prej teje. Të prenten e lash të buzë qeshur, kolegë. Me që është me të kuqen. Ka li kuqe, ka i huq. Gjete. Ka ndim nga publiku, Fabi? Kërko atë 4 vjetë tu akoma se ti përgjigjen. Red Horse is vicious. Ka vesë, ka i huq. Më mirë nuk bëhet. Ma jam i vajs, e kuptova. Çfarë përmbante ekspozita, pra pikturat? Do rish mirë, ka mundësi që të na... Pyetja ime është kjo, si ka mundësi... Fabi, çfarë mëngjesesh kalon ti? Shumë bura janë që janë gjithmonë. Shiko, me thënë drejt, po na duket Fabi si shok. Lind pyetja, pse? Nuk ka farë krenar për ty, do më vjen keq, do më me këtë që ke bërë. Po, si mu ta humbush i shok? Po, pra. Dhe ja pasojat. Ja pasojat. Lëre më Lindën, Fabi more ti. Të vimo Linda? Ku të vimo? Emision më? Ja. Pse? Punon e i televizion tjetër, kemi konflikt interesi. Po pse, e blema? Në merkatën e dimrit? Aha. Japi Fabin edhe 8 milion euro. Pas pak do kemi një lidhje direkte nga New Yorku, kolegë. Fabi bëm shaka. Ti e di që bëm shaka se Fabi në ndje, kolegë. Jo. Sa është ora në Londër tani?
Londër është një orë përpara, do të jetë ora 9 ca. O, atë në qoftë se Fabi në ndjek, le të futet drejt për drejt, me lidhje kështu virtuale, po. Do ta provojmë? Ndërkohë, do bëjmë lidhje nga New Yorku. Nga New Yorku. Do jetë Armend Shemsiu, që është ekonomist në profesion, por që ka një histori të veçantë. Ai jeton tani me zemrën e dikujt tjetër. I ka ndryshuar jeta totalisht pas transplantit të zemrës, është ish futbollistë, dhe do na tregoj këto sfidat jashtëzakonshme ka pas me shëndetin, aq më tepër që është me të vërtet e pazakontë kjo puna e transplantit, pavarësisht se ka shumë vite që bëhet në mjeksi. Ka qenë 27 vjeç kur ka pas problemet e para, domethënë edhe më tej, pastaj ka vazhduar një kalvar i gjatë. Prej 10 vjetësh ai është në Amerikë, ka qenë në kërkim të një kure të re për problemet kardiake, dhe Shemsiu ka bërë terapi mbas terapish, derisa pastaj është ushtruar këtij operacioni 14 orë operacioni, koleg. Normalisht shumë e komplikuar, shumë enë për të lidhur, shumë nerva për të bashkuar. Dhe ka marrë vetëm për 5 ditë. Si është kjo puna e transplantit? Kjo mund tani e jeton normalisht si gjithë tjerët? Patjetër. Nuk ka probleme. Problemi i vetëm është një që po e zgjidh shkencat ashti, përshtatshmëria. Aritmia që pranueshmëria. Pranueshmëria që është i trupi huaj. Dhe duhen disa markues proteinik, po duash, domethënë që mos ta njoh, mos bëj reaksion sistemi imunitar i pritësit me. Nuk është si me ndru fashas piston, Jo, ka shumë mënyra të reja tani që e kanë zgjedhur pranueshmërinë. Megjithatë do flasim sepse un kam 2-3 pyetje që ndoshta Armendi mund t'ia u di përgjigjen. Po. Vetë mendosh, domethënë që ka qenë kohë, ka qenë lispritje, ka kërkuar durusin e tjera, domethënë edhe nga spitali ti çka ka po? Çka ka po? Mbasi ka marrë veten. Mos më thuaj që ka luajtur futboll. Maraton, koleg. Urdhë? Po. Domethënë një vit pas transplantit ka marrë justifikimi yt? Rendo u thuaj, rendo. Unë di përmend gati maratonomakun e fanorit, domethënë. Pastaj rikthehet në studio më e fuqishme se kurrë Rezarda. Rezarda si uragan vjen. Po, por thuhet që do të shumë ftohtë. Ata në Itali ishin mërzit shumë. Pse? Sepse i ftohtë i Ballkanit do i shkojë atyre. Ishte kundërta e të ngrotit. Po kur na vjen e ngroti ose shiu i... Problemet e tyre, domethënë, por do ketë ngrica, do ketë rreshje shiu, do ketë dëbor në një lartësi të caktuar, në 1 janar ti prisje që të bite borë në Tiranë, nuk bie. Na tradhtoi koleg, patëm një. Dhe aplikacioni jot thot shija, apo jo? Aplikacionim të paktën për Tiranën thot shija. Atje ku do të jem unë që ka minus 18 gradë. Ku do jesh ti më? Në Himalaja. Për çfarë tema? Për të festuar, koleg, për borë. Në Himalaja. Do jesh te ky? Por në kampin bazë. Në kampin bazë. 5350. Vdiqën ca para 2 javësh, 3 javësh. Rip. Okej, po më poshtë e Himalajat, si do jetë situata? Besoj sa më poshtë ulish, koleg, aq më i ndi bëhet. Në Kore për shumë? Në Kore? Ti veriut apo t'jugut? Veriut, se aty du t'jetë ftohtë. Po që veri, frym veriu. Po në Korap? Koleg, po më pyet gjithë histori, do mvesh notë gjeografike? Kuptoj, e qartë. Megjithatë, le të shohim, bashkë me Rezarda Xhakollarin, meteorologën ton, do kuptojmë si do jetë moti në fund vit, ditë e para 2026, çfarë parashikohet javën e parë të janarit, se do dalim punë, e kështu me radhë. Pastaj, në lidhje prap direkte, kolegë Driada Sopi, që është ekonomiste, kjo ka i problem tjetër, që duket edhe në pamje, kjo futet dhe bën banjo në ujë të ftohtë, brisk. Jashtë është minus 28, thyet akulli, vetë ujtë i brënda nuk është minus, sepse përndryshit e ishte akull, por është... Me copa akull. është 0 gradë, për shumë 1 gradë, dhe ajo futet dhe lahet, i bën këto, ti qa mendimi ke? Temperatura më e lartë, thot, kur jam lartë, ka qenë 4 gradë Celsius. Më e lartë? Po, dhe në 4 gradë Celsius, kolegë, nëse të kujtojë diçka nga fizika, uji ka densinë më të madhe, densiteti i ujit. Ashtu, Pra, po.
volumi që ka 1 litër ujë është më i madh në 4 gradë Celsius. Megjithatë, ndoshta është volumi këtu që ka rëndësi. Po pra, më kujtohesh ti në gusht, që nuk u lave një ditë, sepse... Në orën 2:15, mendohet që është temperatura maksimale e ujit, unë aty fus këmbët dhe kuptohet që kam ndezur atë kaloriferin për çdo rast. Minus, nuk jam mirë unë apo? Jo. Do me thënë, Driada është dhe bën prej 2 vite, çdo mëngjes bën dush të ftohtë me temperaturë minus jashtë. Në këtë moment që flasim që në Tiranë ishte 1.5 gradë kur erdha unë në zyrë, ajo ka vapë. Rime më në shkurtra. Gjë e parë që thot, urdhri i parë kudo që shkon fik një shporetin. Po, 2 minuta zhytje çdo ditë në ujë të ftohtë akull. Po 2 minuta për ditë. Po bajamet apo hiç? S'ka probleme tilla, domethënë, dhe çohet çdo ditë në orën 4-5 pjesë. Pse s'vjen emision? Duhet vjen emision. Çohet, domethënë. Është morning show. Po. Mirë, koleg. Çfarë është ky planku? 2 minuta plank çdo ditë për një vit. Plank. Dhe një rak kështu me tok. Nuk e di, nëse mund të jetë gjë unë me sa di unë. Plank thot në minus 19 gradë Celsius. Është ajo më që rri kështu horizontalisht edhe. Kur ima? Nuk e kuptoj, do me thënë... Këto janë sporte ekstreme. Mos i praktikoni shpitue, le që ku du ta gjeni ju minutë. Do me thënë, që të plotëson të këtë pasionin e vetë, të kushtet e vetë atë të ftohtit, ka hikë në Kosova. Ka shku në Kazakistan. Ate po. Po, do me thënë, është mike të ftohtit, nuk rrit dot. Nuk rrit dot. Mirë, do i themi gjitha këto pas pak. Fillimisht do kemi lidhe me një orkun pra me Armend Shemsiu.